Vladimir Putin nuk është i kënaqur me këto armatime që i ka vendi i tij. Ai do t'i shtoj e t'i përsos ato. Në radhë të parë, shefi i Kremlinit dëshiron që Rusia t'i kushtojë vëmendje më të madhe armëve nukleare. Armatimi ynë bërthamor ka qenë dhe mbetet garantuesi sovranitetit të Rusisë dhe luan një rol kyç në ruajtjen e ekuilibrit të fuqive në botë. Putin tha se shteti i tij e ka triadën më moderne të armëve nukleare në botë, që përfshin raketat balistike ndërkontinentale të cilat lansohen nga toka, ato që nisen nga nëndecët dhe bombarduesit strategjik bërthamor. Aktualisht përqindja e armëve dhe pajisjeve moderne në forcat strategjike bërthamore të Rusisë është 95%. Ky është një tregues i mirë. Në fakt, ky është treguesi më i lartë nga të gjithë fuqitë bërthamore në botë. Putin bëri këto komente gjatë një takimi të cilin ai vetë e thirrë dhe e kryesoi, e që për temë pati planet e armatosjes së Rusisë për vitet 2027-2036. Ai u kërkoi përgjegjësve të hartojnë një program afatgjatë për gjithë sistemet e armëve, përfshirë edhe ato të avancuara, duke marrë mësime nga përvoja e luftës së Ukrainës, të cilin ai e quan operacion special ushtarak. Këto qëndrimet të Putin u komentuan që një lloj kërcënimi që ai e bën karshi Kievit, por jo vetëm, se në rast nevoje edhe mund të përdor armët nukleare që vendi i tij ka.